Primar është vullneti qytetar. Po, vazhdo. Nuk e gjithë qka numra, primar është vullneti i qytetarëve dhe vullneti i qytetarëve është të shpreh në zgjedhjet e fundit. O nuk deta të marrë analogji as të zbehi figurën atë një lideri politik. Po kjo është e vërteta. Pra, por te kësaj, pastaj gjithçka është demagogji. Po. Në vitin 2014, me qenë se kemi Azirin dhe ky e ka një pamendje institucionale. Po. Kur është bo Vlani, Lida Demokratike ka po praktikë lëvizjen e ndosje dhe çka ka ndodhur? Bashkëpunimi me Partinë Demokratike dhe listën sërbe. Në atë kohë, marrëveshja me listën sërbe ka qenë që të bëhet sa më shpejt asacioni brenda 3-4 muajve dhe e dyta zavenci i AKI-s të jetë pra prej komunitetit sërb. Kjo që ka lidhje me formulën, ne jemi duke kërkuar formulën ardhë. Jo, ka gjithçka lidhje, sepse këtu, Lida Demokratike e Kosovës ka bërë koalicion me gjitha subjektet pra politike. Dhe në këtë kuptim, ne secili si subjekt politik, pra është dashur duhet pra të marrim përgjegjësitë tona. Arbër, më thuaj, a është opcioni i zgjedhjeve tani opcioni më i afërt apo jo? Po ose jo? Unë mendoj që opcioni i fundit janë zgjedhjet. Okej, se duket që jemi gati ka fundi, edhe pse se kemi ka përcyer gjitha proceset, ama këtu jemi. Për juve, zoti Aziri, a është opcioni i zgjedhjeve, vetëm pak Albert lutem. Zoti Aziri, për juve zgjedhjet? Kushtrojmë vetëm për kujtesë institucionale dhe koreksi. Lanin e ka shkaktuar LDK-ja si reagim ndaj rezultatit ku PDK-ja në atë kohë për dalë Partia e Parë. Dhe në ndërkohë pas disa jave, përveç partive tjera, ne kemi insistuar dhe kemi afruar lëvizjen vetëvendose atëherë në grupacionin opozitar dhe kemi shkaktuar një shumicë politike në rrethonat. Gjithçka që tjetër ka rrije dhe është qeshtë e procesit dhe agenda politike dhe nuk është zbatu kur gjatë që po thuhet e zë është thonë. LDK-s nuk ja falin suksesin shpesh herë, për spaku zoti Regjaj, besoj që unë edhe ai e dim që me qenë racional politiko bëjë e vështirë me rezistu kur të tjerët konsumojnë politika ditore. Zgjedhjet nuk janë zgjidhja sipas mendimit tim. Sepse zoti Kurti ka nënvizuar letrën e tij që edhe nëse i përsërisim përmes një procesi zgjedhor, lëvizja vetëvendose prapë do ta drejtë LDK-n për qeverisje, do të jemi aty këtu. A do shkoni atëherë pas zgjedhjeve? Azira, do shkoni pas zgjedhjeve atëherë? Po nuk jam në një lëpë atëre që mund me paragjyku. Opcioni i sot që për cilën ne po diskutojmë është ky. Qartë. Që bëjmë përpjekje serioze mendimet njerëzve, racionaliteti, konsistenca e eksponentët partive politike, të gjitha partive politike mund të steni një normalitet politik, se që fundja qeverit vonë me shkaktu normalitet politik e diçka tjetër. Absolutisht po, dhe jemi duke realizu këtë debat në kushtet të vështira, por po del fantastik, edhe për këtë i përgëzoj që dy mysafirë që i kemi nga distanca, Gashi, vetëm shkurtimisht edhe Shqipja, edhe pastaj do të shkurtimisht pyetje direkte edhe përgjigje direkte, urdhro. Zoti Aziri. Blerimi Gashi për zotin Aziri, urdhro. Zoti Aziri. Blerimi Mirëmbrëma. Përshëndetje, zoti Aziri, një njeri madh 1987 e ka shtruar çto. Refuzimi moral është ai që mbështetet në bindje në argument. Cili është argumenti se sipas mendimit tim unë s'pash argument aty përveç se në tekst pat na po dojna jo veç me juve, po dojna edhe me PDK-n edhe me AK-n që të bojna qeveri gjithë përfshirëse. Qysh mund është me refuzu estetikisht, zoti Aziri, tu mos kanë refuzim, po tu kanë kontradiktor, jo s'po du me ty, po hajde edhe ti me neve se na po dujna me ardhë. Urdhro, Aziri. Faleminderit shumë. E mirë kuptoj, duhet mësomi që në politik opcionet e begatojnë jetën politike, nuk duhet refuzojmë apo absorbojmë gjithçka që është tavolinë vetëm
për një arsye